Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti shfaqjen Gomerët e Trojeve, një komedi e errët me autor dhe regjisor Genti Bejko, e cila solli në skenjë një ndërthurje mes antikitetit dhe realitetit të sotëm përmes humorit, ironisë dhe satirës sociale. Vepra u prit me interes nga publiku shkodran, duke përcjell mesazhe reflektuese mbi shoqërinë dhe problematikat e kohës, të trajtuara përmes një gjuhe artistike, plot grotesk dhe situate ironike. Regjizori i shfaqjes theksoi rëndësinë që ka teatri në raport me realitetin dhe mënyrën se si komedia mund të shërbejë si një formë reflektimi për publikun. Kjo lloj shfaqje, ashtu si dhe shfaqjet e tjera që unë kam bërë më përpara këtu dhe jashtë, kanë këtë lloj qëllimi, nuk janë thjesht argëtuese. Nëse do thjesht argëtohesh, shikon diçka argëtuese të shkurtër në Instagram. Po njerëzit duhet të rikthehen teatrin sepse duhet të provojnë emocionin e gjallë, kanë harruar emocionin e gjallë. Pastaj është detyra jonë si artist që t'i rikthejmë spektatorët në teatro, në ato teatro që janë dhe mundësisht ta zhvillojmë teatrin, ta çojmë përpara. Edhe aktorët pjesëmarrës vlerësuan sakrificën dhe angazhimin e tyre në këtë komedi, e cila sjell personazhe dhe situata të ndërtuara mbi ironi dhe satirë sociale. Po, sigurisht është vërtet, e tha shumë mirë, është një shfaqje e cila përcjell përveç argëtimit që i bën publikut, ka dhe mesazhin shumë të fortë, mesazhet edhe jo vetëm një mesazh. Shfaqja sjell disa mesazhe, të cilat sigurisht thohen me anën komike, por njëkohësisht janë edhe ato që të bajnë me reflektu në fund të shfaqjes, besoj. Kjo shfaqje ka hilaritet, i ka gjitha brenda, ka atë pjesën dramatike e cila është me dhënë një gusht fort popullit edhe me u thënë në gjojën e vetë një herë ma vonë të tjerët, është pjesa komike që çdo gjë përdoret edhe nga sarkazma, kalon në ironi, sarkazm, pra çdo gjë është me shkallë. Komedia Gomerët e Trojeve do të vijojë edhe me një tjetër natë në skenën e teatrit Migjeni, duke rikthyer për publikun humorin dhe reflektimin përmes artit skenik.